Shumica e njerëzve e dëgjojnë që në fillim, nëse një burr është tashmë i zënë i martuar ose i lidhur ndryshe të mbetet vetëm të bësh një hap prapa, të pranosh rrethanat e tij dhe të shpresosh se një ditë ai do të vendosë ndryshe. Tingëllon e arsyeshme, madje fisnike. Por ky këshill neglizhon një të vërtetë të fuqishme, shpesh të pakëndshme rreth natyrës njerëzore. Burrat nuk zgjedhin gjithmonë partnere sipas besnikërisë ose logjikës. Ata vendosin sipas ndjesisë, sipas zgjimit të brendshëm, ndjenjes së gjallërisë dhe të qenit i parë. Nuk bëhet fjalë për manipulim, lojra ose për t'i marrë partnerin dikujt. Bëhet fjalë për të kuptuar psikologjinë e dëshirës mashkullore dhe për mënyrën se si tërheqja vepron thellë poshtë fjalëve dhe premtimeve. Një premtim zyrtar nuk e fshin tërheqjen. Një burr që pas shumë kohe ndihet sërish i parë, i prekur dhe i frymëzuar, fillon të vërë në pikpyetje jetën e tij. Ky ndryshim nuk lind nga lutja apo bindja, por nga prania, misteri dhe vetbesimi, cilësi që depërtojnë në nënvetdije dhe zgjojnë dëshiren. Gabimi i parë i shumë grave, përpiqen ta bindin. Ato shpjegojnë vlerën e tyre, tregojnë përkushtim ose besnikëri, me shpresën se ai do ta kuptojë një ditë. Por pikërisht kjo sjell të kundërtën. Bindja nuk ngjall dëshirë, presioni nuk ndryshon zemra. Nën presion, një burr kapet pas asaj që tashmë ka edhe nëse ajo nuk e plotson më. Pyet e veten, kur dikush përpiqet shumë të shesë një ide, një produkt apo një marrëdhënie, ndihesh i tërhequr apo më tepër i shtyrë mbrapsht. Tërheqja nuk rritet nën presion, por në liri, kureshtje dhe hapësirë. Këtu qëndron paradoksi, kur ndalon ta bindësh, lind kureshtja. Ai fiton hapësirë për të ndjerë dhe zgjedhur vetë, dhe vetëm vendimet e lira zgjasin vërtet. Një grua që nuk e provon vlerën e saj me fjalë, e detyron atë ta ndjejë pa fjalë. Pikërisht në atë heshtje mendimet e tij fillojnë të kthehen tek ajo. Kështu arrim tek fuqia e heshtjes. Shumë gra bien në panik kur një burr tërhiqet. Ato e mbushin me mesazhe dhe vëmendje. Por psikologjikisht, heshtja shpesh ka më shumë peshë se fjalët. Ajo krijon hapësirë, tension dhe reflektim. E detyron atë të vërë re mungesën e energjisë sate, diçka që ndoshta e kishte marrë si të mirëqen. Kur nuk je më vazhdimisht e pranishme, ai e vëren. Pyet veten ku ka humbur vëmendja jote. Dhe pikërisht ky pyetim është fara e dëshirës. Sepse dëshira nuk jeton tek ajo që është gjithmonë e disponueshme, por tek ajo që është e rrallë, e paparashikueshme dhe domethënëse. Heshtja nuk është ndëshkim as lojë, por ekuilibër. Ajo tregon se jeta jote ka ritmin e vet, se koha jote ka peshë. Një grua që nuk mbush menjëherë çdo boshllëk, rrezaton vetbesim. Ajo tregon pavarësi. Ajo e bën të qartë, bota e saj nuk sillet vetëm rreth tij. Kjo është magnetike. Ndonjëherë mënyra më e fortë për ta tërhequr një burr më afër është të bësh një hap prapa, sepse heshtja krijon mister. Misteri krijon dëshirë. Gruaja që di të hesht në momentin e duhur është shpesh ajo që flet më me zë në mendjen e tij. Misteri është një nga rrymat më të fuqishme të tërheqjes. Burrat nuk zgjedhin gjithmonë gruan që në letër duket më e arsyeshme. Ata zgjedhin gruan që në ta zgjon një ndjenjë që nuk mund ta shpjegojnë vetë. Një tension që anashkalon logjikën. Misteri është katalizatori për këtë. Nëse nuk e zbulon gjithçka shumë shpejt, lë hapësirë për fantazi, mall dhe kureshtje. Parashikueshmëria vret shkëndijën, por thellësia, shtresat dhe enigmat e mbajnë atë të magjepsur. Nuk bëhet fjalë për të luajtur një rol. Bëhet fjalë për të mbrojtur thelbin tënd dhe për ta lejuar atë të fitojë gradualisht qasjen më të thellë. Tërheqja nuk lind në rehatinë e tërësisht të njohurës, por në zjarrin e kureshtjes, në hapësirat që e bëjnë atë të përkulet përpara dhe të bëhet i vëmendshëm. Kur ruan individualitetin tënd, ai kupton se Jeter Jote nuk është një skenar i shkruar vetëm për kënaqësinë e tij. Është një histori e gjallë që merr frymë, në të cilën ai duhet të fitojë vendin e tij. Vetëm kjo ushtron tashmë një tërheqje të fortë.
Shumë gra kanë mësuar se një burr fitohet përmes disponueshmërisë së vazhdueshme, duke anuluar plane, duke shtyr takime, duke u përgjigjur menjëherë, duke qenë gjithmonë gati. Në pamje të parë kjo duket si besnikëri, por në të vërtetë ajo shuan pikërisht tensionin që ushqen tërheqjen. Kur një burr ndjen se je gjithmonë e arritshme, ai pushon së përpjekuri. Nuk ka më urgjencë, rrezik, zjarr. Dëshira rritet atje ku diçka duket e pasigurt, ku mund të humbet. Mendo për një lule të rrallë që çel vetëm një herë në vit. Njerëzit udhëtojnë larg për ta parë, sepse është e rrallë dhe e veçantë. Nëse do të çelte çdo ditë kudo, askush nuk do ta vlerësonte. Kështu është edhe me vëmendjen tënde. Nëse është gjithmonë menjëherë e disponueshme, bëhet një zhurmë në sfond. Rrallësia i jep pranisë tënde fuqinë e saj. Shumë disponueshmëri dërgon gjithashtu një sinjal të rrezikshëm, se bota jote sillet rreth ti. Asgjë nuk e fik më shpejt tërheqjen se sa ky çekuilibër. Një burr nuk dëshiron atë që beson se tashmë e zotëron, por atë që shkëlqen, që është i pavarur dhe mbetet i gjallë edhe pa të. Pikërisht kjo i jep peshë afërsisë tënde. Këtu qëndron paradoksi. Sa më shumë që përpiqesh ta provosh përkushtimin tënd përmes pranisë së vazhdueshme, aq më pak e vlefshme duket afërsia jote. Bëhesh e parashikueshme si një këngë në përsëritje të pafundme. Por kur vjen heshtja, kur tërhiqesh, prania jote pa pritur bëhet sërish elektrizuese. Heshtja jote është pauza që i jep kuptim melodisë tënde. Mbro kohën tënde. Mbro vëmendjen tënde. Lëre ta ndjej kur nuk je aty, sepse pikërisht në atë boshllëk ai fillon të dëshiroj përsëri, jo nga manipulimi, por sepse dëshira lind nga mungesa, jo nga teprica. Kur mishëron këto cilësi, prani pa presion, heshtje me dinjitet, mister pa mask dhe pavarësi pa kërkim falje, ndodh diçka e thellë. Fillon të zgjedhësh veten. Pushon së rregulluari jetën tënde sipas asaj. Nëse ai të vëren, të zgjedh, mbetet. Rrezaton një energji që thot, jam e plot. Mund të jesh pjesë e jetës sime, por jo qendra e saj. Kjo energji është magnetike. Ky është fillimi i vetbesimit. Vetbesimi nuk është i zhurmshëm ose agresiv, por një forcë e qetë, e rrënjosur siguria e vlerës tënde. Vlera jote nuk varet nga vëmendja ose hezitimi i tij. Kur lëviz nga ky qëndrim, bëhesh e paharrueshme. Jo sepse e do me dëshpërim, por sepse vetbesimi, misteri dhe pavarësia zgjojnë tek ai diçka që fjalët nuk e arrijnë. Një burr pranë një gruaje me vetbesim ndihet i ngritur. Ai ndjen më shumë gjallëri, më shumë burrëri, më shumë forcë. Ai nuk dëshiron vetëm vëmendjen e saj, por atë pjesë të vetes që zgjohet pranë saj. Pikërisht për këtë arsye vetbesimi është kaq i fuqishëm. Ai të lidh në sytë e tij me versionin e tij më të mirë, jo me frikërat e tij më të vogla. Vetbesimi vendos gjithashtu kufi krejt pa fjalë. Ai komunikon, nuk të ndjek, nuk lutem. Nëse më do, afrohu. Kufi të tillë nuk i trembin burrat, i tërheqin ata. Ata ndajnë seriozët nga sipërfaqësorët, ata që investojnë nga ata që luajnë. Është si graviteti, nëse qendra jote është e fortë, të tjerët sillen rreth teje. Ata përshtaten me energjinë tënde, respektojnë kohën tënde, marrin parasysh nevojat e tua. Nëse qendra jote është e dobët, ti sillesh rreth tyre. Përdredhesh, përshtatesh, shpreson të zgjidhesh dhe pikërisht kjo të bën më pak tërheqëse. Shumë gra besojnë se vetbesimi është diçka që vesh për t'i pëlqyer një burri. Në të vërtetë është e kundërta. Vetbesimi rritet sapo ndalon së jetuari për miratimin e tij dhe fillon të jetosh për gëzimin tënd. Nuk bëhet fjalë për të gjetur fjalët e duhura apo për të zotëruar pushimin perfekt. Bëhet fjalë për të ndërtuar një jetë aq të pasur dhe të plotësuar, sa çdo burr që dëshiron të jetë pjesë e saj duhet të sjellë më të mirën e tij. Kjo energji nuk mund të falsifikohet. Ajo lind kur zhvillimi yt, pasionet dhe ëndrat e tua nuk janë të negociueshme. Vetbesimi ndryshon gjithashtu mënyrën se si përballesh me pasigurinë. Kur ai tërhiqet, pasiguria reagon duke e ndjekur, duke kërkuar ose duke dyshuar tek vetja.
Vetbesimi, përkundrazi, mbetet i qetë, merr frymë dhe vazhdon të jetojë. Kjo sinjalizon, nuk je e varur nga miratimi i tij, nuk përcaktohesh nga distanca e tij dhe pikërisht kjo të bën edhe më tërheqëse. Sepse një burr e ndjen ndryshimin midis një gruaje që ka nevojë për të që ta zgjedhë atë dhe një gruaje që tashmë e ka zgjedhur veten e saj. E para duket si një barë, e dyta si një forcë që e tërheq atë. Dhe këtu qëndron dinamika vendimtare, ta bësh atë të ndjejë se mund të humbas. Për sa kohë që ai beson se ti do të jesh gjithmonë aty false, duke pritur, duke ju përgjigjur, ai nuk ka asnjë arsye të luftojë për ty. Por kur ti ndalon së prituri, rimerr energjinë tënde dhe vazhdon jetën tënde me ose pa të diçka instinktive zgjohet brenda ti. Ne nuk e vlerësojmë atë që e marrim si të mirëqen. Ne e vlerësojmë atë që kemi frikë se mund ta humbasim. Po sikur ta humbas përgjithmonë, kjo pyetje kumbon në mendjen e tij, dhe ajo zgjon jo vetëm dëshirë, por edhe pendim. Pendimi është një forcë që pret më thellë se vetë tërheqja. Ta bësh atë të ndjej se mund të humbas nuk është ndëshkim dhe as lojë, është realitet. Ti nuk je një garanci, ti nuk je një burim i pafund, ti je e rrallë, dhe rrallësia kërkon respekt. Imagjinoje si një gur të çmuar. Nëse ai qëndron i pavërejtur në trotuar, kushdo mund ta marrë dhe ta hedhë. Por nëse paraqitet i mbrojtur, i admiruar dhe i vështirë për t'u arritur, njerëzit luftojnë për të pasur mundësinë ta prekin. Ti je ai gur i çmuar. Nëse ja dhuron veten shumë shpejt dikujt që heziton, ai nuk e njeh vlerën tënde. Por kur ti tërhiqesh, ai e ndjen humbjen që përpara se të ndodhë. Ky ndjenjë është e paharrueshme. Prandaj, bëje ta ndjej, mos vrapo menjëherë për të qetësuar pasiguritë e tij. Mos e mbush çdo heshtje me konfirmime. Lejoje të qëndrojë në atë tension në mundësinë për të humbur, sepse pikërisht në atë tension merren vendimet. Ose ai bën një hap të qartë përpara, ose tregon se nuk të ka merituar kurrë. Kështu takohen vetbesimi dhe rrallësia. Kështu shndërrohesh nga një mundësi në zgjedhjen. Kështu krijohet një mjedis ku ai ose ngrihet në nivelin tënd ose zhduket. Një çelës tjetër është të kuptosh se bota nuk sillet rreth faktit nëse një burr i vetëm të zgjedh apo jo. Ajo sillet rreth rritjes tënde, pasioneve të tua, miqësive të tua dhe së ardhmes tënde. Kur ti investon në këto fusha, energjia jote bëhet e pasur dhe shumë dimensionale. Ti nuk je një kanavac bosh që duhet pikturuar. Ti je një kryevepër e gjallë në lëvizje. Këtu qëndron tërheqja e vërtet jo në vënien e një maske vetbesimi, por në realitetin e jetuar të pavarësisë. Një burr ndjen ndryshimin midis një gruaje që ka ndërtuar një jetë të plotësuar dhe një gruaje që pret të shpëtohet nga e saja. E para sinjalizon, unë mund të qëndroj vetëm, por të ftoj. E dyta sinjalizon, më duhesh që të mbushësh boshllukun tim. E para është e parezistueshme. E dyta raskapitse. Kjo pavarësi thellon gjithashtu misterin tënd. Sa më pak e parashikueshme të jetë jeta jote e përditshme, reagimet dhe bota jote, aq më shumë rritet kurreshtja e tij. Ai do të di çfarë bën, me kë je, çfarë krijon. Kjo kurreshtje ushqen tërheqjen sepse thyen rutinat e tij. Misteri yt nuk qëndron në mbajtjen pas të dashurisë ose në shtirjen se je e zënë. Ai qëndron në të qenit vërtet e zënë me jetën tënde, me pasione të vërteta, miqësi të vërteta, objektiva të vërteta. Kur ai të shkruan, ti nuk je ulur me telefon në dorë duke pritur. Ti je jashtë, duke ndërtuar botën tënde. Kjo energji është magnetike sepse është e vërtetë. Kështu vetbesimi, misteri dhe rrallësia enden në një të vetme. Ato nuk janë truke, por shprehja natyrore e një gruaje që njeh vlerën e saj, mbron kohën e saj dhe ndërton një jetë të pasur. Këtu merr rënjë dëshira e vërtet, jo ajo sipërfaqësore nga manipulimi, por ajo e thellë nga respekti, magjepsia dhe tërheqja emocionale. Prandaj gruaja që zgjedh veten e saj është e paharrueshme. Burrat mund të tërhiqen nga bukuria, pasioni ose risia, por gruaja që ata nuk e harrojnë është ajo që nuk e harron kurrë vlerën e saj.
Ajo nuk qëndron në hijet e vendimmarrjes së paqartë. Ajo del përpara jo si lutje, por si forcë e natyrës. Këtu shpaloset paradoksi. Në momentin që nuk ke më nevojë që ai të zgjedhë, ai ndjen shtysën më të fortë për ta bërë pikërisht këtë. Sepse burrat nuk tërhiqen nga boshllëku, por nga rrezatimi. Nga një grua që shkëlqen në dritën e saj, që qëndron fort në energjinë e saj dhe që nuk lejon të përcaktohet nga fakti nëse ai qëndron apo jo. Me rritjen e vetbesimit tënd rritet edhe fuqia jote për të formuar dinamikën e çdo marrëdhënieje. Ti nuk kënaqesh më me një dashuri gjysmake. Nuk kërkon më thërrime vëmendjeje. Ti bëhesh ajo që zgjedh, jo e zgjedhura. Ky transformim ndryshon gjithçka, jo vetëm mënyrën se si burrat reagojnë ndaj teje, por edhe mënyrën se si ti reagon ndaj vetes. Ti ndalon së pyeturi, a do të më zgjedh ai? Dhe fillon të pyesësh, a më ushqen kjo situatë? Kjo një pyetje të zhvendos nga pritja pasive në krijimin aktiv. Kapitulli tjetër është të ankorosh këtë vetbesim në përditshmërinë tënde në veprime, vendime, kufi dhe mënyra jetese që e bëjnë të prekshme vlerën tënde. Sepse një gjë është ta kuptosh idenë dhe tjetër është ta jetosh. Vetbesimi nuk është pozë, por praktik. Është mënyra si jeton çdo ditë që në heshtje përcjell vlerën tënde. Kur ti ndalon së shpenzuari veten dhe së qeni gjithmonë e disponueshme, një burr mund të bëhet i shqetësuar. Ai teston kufit ose shfaq frustrim. Kjo është normale. Ndoshta për vite me radhë ai është mësuar që gratë të sakrifikohen për të. Kur ti nuk e bën këtë, e detyron, ose ai rritet ose largohet. Detyra jote nuk është të zbusësh çdo valë menjëherë. Lëre shqetësimin të veprojë. Kjo nuk do të thotë të jesh e ftohtë ose mizore. Do të thotë të mbash qëndrimin tënd me empati dhe qartësi. Pikërisht ky shqetësim është shkaku që e detyron atë të zhvillohet. Pa të ai mbetet gjithmonë aty ku është. Hapi tjetër është ta mishërosh vetbesimin tënd në komunikimin tënd. Foli qartë dhe drejt për nevojat e tua, pa dramë. Përdor deklarata në veten e parë. Formulo kufit si fakte, jo si kërcënime. Në vend që të thuash, nëse nuk më telefonon përsëri, nuk do të shoh më kurrë, thuaj, për mua komunikimi është i rëndësishëm. Nëse kjo nuk është për ty, është në rregull, por atëherë nuk funksionon për mua. Kjo qartësi është e fortë dhe e qetë. Ajo tregon se ti e respekton veten mjaftueshëm për të shpallur standardet e tua. Burrat mund të kundërshtojnë fillimisht, por ata respektojnë thellë kufit e qartë. Kujto, tërheqja dhe respekti duhet të ekzistojnë së bashku. Disa e ndërtojnë tërheqjen përmes misterit, por humbasin respektin sepse tolerojnë sjellje të keqe. Të tjerë kërkojnë respekt, por harrojnë të ushqejnë tërheqjen. Fuqia qëndron në ekuilibër. Vetbesimi, pavarësia dhe misteri ndezin dëshirën. Kufit, standardet dhe respekti për veten e ruajnë atë. Nëse vëren se po bie në modele të vjetra duke e ndjekur, duke shpjeguar tepër, duke e zvogëluar veten ndalo. Merr frym, pyet e veten, nëse do ta dija vlerën time pa asnjë dyshim, çfarë do të bëja tani? Pastaj vepro nga ai qëndrim. Kjo pyetje e thjesht shpesh është e mjaftueshme për të kaluar nga reagimi në drejtimin e jetës tënde. Bëhu gruaja që zgjedh veten çdo ditë. Do të thotë të marrësh vendime nga vlera e vetes, jo nga frika. Do të thotë të thuash po mundësive që të bëjnë të rritesh dhe jo gjërave që të raskapisin. Do të thotë të nderosh energjinë tënde përpara se t'ua japësh të tjerëve. Të zgjedhësh veten nuk është egoizëm. Është e vetmja bazë për dashurinë e vërtetë. Dashuria pa respekt për veten bëhet varësi. Respekti për veten pa dashuri bëhet izolim. Së bashku ato krijojnë një marrëdhënie ku të dy janë të lirë dhe megjithatë e gjejnë njëri tjetrin. Kur jeton kështu, vlera jote bëhet e dukshme pa fjalë. Njerëzit e ndjejnë atë në qëndrimin tënd, në tonin tënd, në prioritetet e tua. Kjo rrezatim mbetet gjatë pasi bisedat zbehen. Ai nuk kujton çdo fjali tënde, por mënyrën si qëndrove. Dignitetin me të cilin ruajte hapësirën tënde. Pikërisht kjo mbetet e pashlyeshme.
por gjëja vendimtare është kjo: ti nuk i bën të gjitha këto për ta fituar atë. Ti i bën për t'u bërë versioni më i plot i vetes tënde. Qoftë ai mban hapin apo jo, ti ke fituar tashmë. Ke rimarrë kohën tënde, energjinë tënde dhe respektin për veten. Po ndërton një jetë që është e pasur dhe kuptim plot në vetvete. Çdo partner që vjen është një shtesë, jo një shpëtimtar. Kjo të çliron. Ti ndalon së shpresuari, shpresoj të më zgjedh dhe fillon të pyesësh: a më përshtatet vërtet kjo situatë? Energjia jote bëhet njëkohësisht e butë dhe e fortë, e ngrohtë dhe e sigurt në vetvete. Njerëzit ndihen tërhequr në mënyrë të papërmbajtshme sepse ofron njëkohësisht siguri dhe sfidë. Dhe më në fund, besimi në vetvete nuk është një qëllim që arrihet një herë dhe mbahet për gjithmonë. Është një praktikë e përditshme. Disa ditë do të dyshosh, do të dorëzohesh ose do të biesh në modelet e vjetra. Kjo është normale. E rëndësishme është që gjithmonë të kthehesh tek vetja. Çdo vendim për veten forcon muskujt e respektit për veten derisa të bëhet natyrë e dytë. Kështu ti nuk krijon vetëm kushtet që një burr të rritet, por edhe për zhvillimin tënd. Bëhesh dikush dashuria e të cilit është një dhuratë, jo një lutje. Prania e të cilit është një ftesë, jo një kurth. Dikush që, edhe nëse largohet, lë pas aromën e vetvlerësimit. Kjo është fuqia e heshtur e një gruaje që di që është e rrallë, që di që është e plotë, që di që është e mjaftueshme. Ata ndjejnë ndryshimin midis dikujt që bën shfaqje për miratimin e tyre dhe një gruaje që tashmë luan rolin kryesor në jetën e saj. Ata ndjejnë rrezikun për të humbur jo sepse ti luan lojra, por sepse vërtet jeton. Dhe pikërisht ky rrezik krijon urgjencën për t'u ngritur në nivelin tënd. Por çelësi është ky: ti nuk pret që ai të rritet. Ti vazhdon rrugën tënde pa marrë parasysh se çfarë bën ai. Ky lëvizje përpara është forca jote më e madhe. Ajo mban energjinë tënde të freskët, misterin tënd të gjallë dhe respektin tënd për veten të paprekshëm. Një jetë që shpaloset vazhdimisht ka një efekt magnetik. Ajo fton të duhurit dhe i filtron automatikisht të gabuarit. Mendo për jetën tënde si për një lumë. Kur qëndron e palvizshme, njerëzit mendojnë se mund të hyjnë e të dalin pa pasoja. Kur rrjedh, ajo mbart fuqinë e vet, shpëlaj barrët dhe tërheq vetëm ata që janë gati të rrjedhin bashkë me të. Pikërisht kështu bëhet energjia jote kur integron gjithçka. Një aspekt tjetër i integrimit është qëndrueshmëria emocionale. Ai që dorëzohet dhe vrapon pas të tjerëve shpesh përjeton luhatje të forta, humori eufori kur merr vëmendje, dëshpërim kur ka distancë. Integrimi të stabilizon. Ndjenjat e tua varen më pak nga sjellja e të tjerëve. Ti zhvillon një vijë bazë të qetë të pranimit të vetvetes. Të tjerët e ndjejnë këtë qetësi. Ata nuk ndjejnë nevojë, por tërheqje të qetë. Integrimi shfaqet edhe në intimitetin tënd. Kur zgjedh veten, nuk ja jep menjëherë plotësisht zemrën dhe trupin tënd. Lejon që afërsia të rritet ngadalë. Ti krijon një ritëm afrimi dhe hapësire si frymëmarrja e dëshirës. Shumë kush e friksohet kësaj hapësire, por ajo forcon lidhjen. U jep të dyve kohë të ndihen mungesa, të reflektojnë dhe të kthehen të rinovuar. Po ashtu pjesë e saj është ndeshmëria, sidomos me veten. Nuk mund të ndërtosh një jetë me respekt ndaj vetes mbi vetë mashtrim. Nëse thellë brenda e di që diçka nuk është e mirë për ty, as misteri as vetbesimi nuk ndihmojnë. Të zgjedhësh veten do të thotë ndonjëherë të lëshosh. Me kohën do të vëresh se kush të afrohet ndryshon. Disa janë të magjepsur, por të frikësuar. Disa testojnë kufit e tu, të tjerë te i kalojnë vetveten. E gjitha kjo është reagim. Ti nuk jeton më me autopilot. Ti e formëson jetën tënde me vetdije. Ka gjithashtu një dimension shpirtëror. Kur zgjedh veten, i dërgon një sinjal jetës: jam gati për më shumë. Mundësi të reja, miqësi dhe histori dashurie të gjejnë jo sepse ti po kërkon, por sepse me energjinë tënde tërheq atë që të përshtatet. Një çelës është festimi i vetvetes. Shumë gra presin njohjen nga jashtë. Integrimi e kthen këtë përmbys. Ti e pohon veten e para.
Ti feston fitoret e vogla, momentin kur nuk shkrove në panik, mbrëmjen kur mbajte planet e tua, çastin kur shprehe një kufi me qetësi. Çdo hap është një tull në themelet e jetës tënde të re. Dhe po do të pengohesh, do të dyshosh ose do të japësh shumë. Kjo është normale. Vetbesimi nuk është për sosmëri, por qëndrueshmëri. Çdo herë që kthehesh tek vetja, forcon bërthamën tënde të brendshme. Kështu krijon një liri paradoksale. Nuk ke më nevojë të kontrollosh rezultatet. Mund të relaksohesh dhe të besosh se njerëzit e duhur do të shohin dhe do të vlerësojnë. Trupi yt, zëri yt, shikimi yt ndryshojnë. Ti rezaton sigurinë e heshtur të një gruaje që s'ka asgjë për të provuar. Në këtë pikë pyetja, a do të më zgjedh? Zhduket. Ajo zëvendësohet me, a është reciproke? A i shërben rritjes sime? A sjell gëzim? Ti nuk pret më një gjykim, ti krijon bashk. Pikërisht këtu arrin kulmin tërheqja jote, sepse kur nuk përpiqesh të zgjidhesh, thelbi yt rrezaton vetvetiu. Ti qesh më lirshëm, flet më sinqerisht, jep dashuri më bujarisht. Dhe ky lloj tërheqjeje nuk është i përkohshëm, por i thellë, reciprok dhe i fortë. Dhe nëse ai nuk rritet, atëherë ti nuk humbet asgjë. Ti mbetesh e plot, ndriçuese dhe e lirë. Udhëheq një jetë që është më e madhe se çdo marrëdhënie e vetme. Kjo është fuqia e heshtur e një gruaje që zgjedh veten dhe në këtë mënyrë bëhet e paharrueshme.